thot, kemi debatën në shtëpi, thot, dhe më thot vjera, shkele Kur'anin që të besoj, shkele bukën që të besoj. Në këto raste nuk lejohet që ne ta çojmë në vend një gjë të tillë që të na besojë vjera apo vjerri apo lagja apo qyteti. Shkelja e Kur'anit është dalje nga Islami. Shkelja e bukës është haram me këtë qëllim, se pa dashje e shkelje bukën nuk ka problem. Amo ta shkelësh me qëllim se ti duke shkel bukën të besojnë ata, se kjo pastaj është gjë si më thon sajes, bidat edhe nuk bën. Kështu që gjeni zgjidhje tjetër dhe në këtë rast asesi nuk lejohet që t'i bindesh vjerës, po mundohu që burri yt, bashorti yt t'i japi drejtim muhabetit. Se në këtë rast nuk është asnjëherë fajtore vjera, po fajtor është vetëm burri dhe askush tjetër. Sepse burri duhet t'i vë disa kufi çdo njeriu në raport me bashortën e tij, qoftë ky babai i tij, qoftë kjo nëna e tij. Ai duhet vendosi disa kufi. Dhe nuk bën që të sillet vjera në këtë lloj kafshërie.